Analisti Milazim Maraj ka komentuar deklarimet e presidentit serb Aleksandar Vučić, duke vlerësuar se qëndrimi i tij ndaj OKB-s dhe dokumenteve ndërkombëtare është kontradiktor. Sipas Marajt, Vučić sot pretendon se institucionet ndërkombëtare nuk respektohen më nga të fortët, por nuk mbajti të njëjtin qëndrim kur Rusia sulmoi Ukrainën pas një provokim. Maraj thekson se frika alarmante e Vučićit, si e tij personale ashtu edhe e Këshillit të Sigurisë së Serbisë, nuk ka baza reale. Ai kritikon mënyrën se si Vučić e paraqet armatosjen e Shqipërisë, Kroacisë dhe Kosovës si kërcënim për Serbinë, duke nënvizuar se kjo armatosje është mbrojtje dhe jo agresive. Ky vlerësoi që OKB-ja dhe dokumentet e saj nuk janë më të rëndësishme, ato sipas tij janë shkel dhe nuk respektohen nga të fortit, por ky është vlerësim. Nuk e kishte kur Rusia sulmoi Ukrainën pas një nxitje lufte apo përzierje në punët e brendshme të Rusisë. I forti shtyp të ligun, thot Vučić, ku bazohet frika e tij alarmante, madje jo vetëm e tij, por edhe e tërë Këshillit të Sigurimit në Serbi. Vučić përmend edhe aleancën Shqipëri-Kroaci-Kosovë dhe armatosjen e këtyre shteteve. Këtë armatosje e sheh jo si mbrojtje të këtyre shteteve, por nga një shtet luftanxitës që ai e udhëheq, por si rrezik për Serbinë. Frika e këtij kryetari është interesante. Venezuela nuk është në kufi me Serbinë, por ka mjaftueshëm të përbashkëta. Miku i Vučićit, Maduro, tani i arrestuar për 42 minuta, e për të cilin ky kishte shumë respekt, duhet të ketë shumë të përbashkëta me homologun e tij. Madje ky ndoshta e ka mbushur kupën më herët se sa Maduro, tha ai. Korrupsioni dhe krimi i organizuar. Maraj thekson se korrupsioni në Serbi është më i larti në gadishullin ilirik, duke nënvizuar se revolta qytetare shpërtheus pas ngjarjeve të rënda në Novi Sad, ku sipas tij korrupsioni u përhap me gjakun e të pafajshmëve. Protestat u përhapën nga ku vendi në mbar Serbinë dhe zgjatën për më shumë se një vit. Ai akuzoi Vučićin për lidhje të ngushta me figura të krimit të organizuar si Radojčić, Belivuk dhe Dodik, duke thënë se mbrojtja e tyre lidhet drejt për drejt me mbjetesën e pushtetit të tij. Maraj përmend gjithashtu tregtinë e drogës dhe armët, përfshirë sipas tij furnizimin e vazhdueshëm të Rusisë, si dhe ndërhyrje destabilizuese të Serbisë në Kosovë dhe në shtetet fqinje në përputhje me interesat e Moskës. Korrupsioni në Serbi është më i larti se në çdo shtet tjetër të gadishullit ilirik. Revolta e qytetarëve serb shpërtheu kur ky korrupsion i la me gjakun e të pafajshmëve në Novi Sad. Këto protesta shpërthyen në kuvend dhe pastaj në tërë Serbinë dhe nuk pushoi një vit. Bosat e krimit Radojčić, Belivuk, Dodik e shumë të tjerë në rrethin e parë pranë këtij kryetari kriminal. Ky kryetar i merr në mbrojtje nga se i ka njerëz të rrethit të parë pranë vetes dhe lënia e tyre në burg rrezikon pozitën e tij. Tregtia e drogës dhe armëve nga Serbia është një tjetër krim. Ky në Ukrainë dërgon pak municion derisa në Rusi armat të tërë ushtarësh dhe armë e municione pa ndërprerje. Bia është dobët për të mashtruar CIA dhe FBI-n. Çrregullime planifikon dhe investon në shtete fqinje si Kosovë, Bosnjë, Malezi, Kroaci dhe Maqedoni, varësisht ku e kërkon Rusia. Kosovë vazhdimisht dërgon armë, plagos dhe arreston të padëgjueshmit dhe ata që duan liri dhe paqe, por kjo nuk përfundon me kaq. Serbia ka qendra të posaçme si në Smederev, ku trajtohen sabotuesit serb dhe nga shtetet e tjera për luftë kundër perëndimit dhe në favor të Rusisë, Kinës, Iranit dhe shteteve të tjera diktatoriale. Ndikimet e tyre u pan dhe nuk ndalen në Bosnjë, Slovaki, Kosovë, Maqedoni, Maltëzi, ndoshta edhe në Gjermani dhe shtetet e tjera të perëndimit. Rasti i zjarrit të klubeve në Maqedoni dhe tani në Zvicër mund të ketë një dorë të specializuar nga ekspertët rusë dhe serb të trajnuar në Serbi. Sulmi në Kosovë në fshatin Banjsk në veri të Mitrovicës tregon edhe implikimin e thellë të kishës serbe në këto krime. Pelegrinët e sjellë në këtë kishë ishin përgatitur të jenë viktima kur ban për mirën e Serbisë, sikur rasti Panda. Ata duhet të falenderojnë policinë e Kosovës, përndryshe kishin përfunduar atë ditë nga të afërmit e këtyre kriminalëve. Bashkëpunimi i ngushtë i Serbisë me Rusisë dhe Kinën, duke qenë pjesë e projektit të tyre gjeopolitik, është një tjetër krim i planifikuar kundër njerëzimit. Vučić është i shqetësuar edhe nga vlerësimi i BE-s se veprimi ndaj Maduros është i lishëm, ndërsa ky e quan të palishëm, ndoshta në bazë të asaj që deri tani ka bërë e paramendon veten si merr me Maduron ose fqin me Bashar al-Assadin, shpjegon ai. Në përfundim, Maraj thekson se Vučić
nuk mund të friksoj popullin serb me zhvillime aktuale pasi interesat e tij janë tërësisht të ndara nga ato të qytetarëve dhe sipas tij të ngjashme me rrugën e Nicolas Maduro. Ai vlerëson se retorika e Vučićit për të drejtën e forcës pasqyrohet në veprimet e tij përfshirë rastin e Banjskës dhe Ujmanit.